Tani, çështja e kodit penal ishte pyetja juaj e dytë. Tani për çështjen e kodit penal ka mbajtur një qendrim. Në momentin që u hot për diskutim çështja e kodit penal, dhe qendrimi është parimor. Pra, pa hyrë fare nuk do të hyj fare në detaje, por do ta nis nga fakti se nisu si jurist, si praktikues i ligjit, edhe pozicioni pastaj institucional që pikërisht pse është kodi penal më largon të le të themi të përfshihem, qoftë edhe në një debat të natyrës publike. Nëse ju do të arrini, do të pyesni ata që janë prokurorët, gjyqtarët, avokatët, cilat janë problemet me kodin që kemi. Kjo është pikënisja e çdo diskutimi mbi një ligj që ne kemi dhe cilin do duhet ta ndryshojmë apo ta përmirësojmë. Ende unë sot nuk kam një informacion analitik mbi problemet që ka kodi penal aktual. Është një kod që nga viti 1995 ka gjetur zbatim dhe përmes përmirësimeve që janë bërë her pas here në licitacion me ndryshimet nga kuvendi, qoftë edhe përmes praktikës të gjykatës, praktikave unifikuese të gjykatës lartë, ka gjetur zbatim dhe aplikohet, le të themi, pa probleme serioze nga gjykatat dhe prokuroritë. Pra, pikënisja sa i përket ndryshimeve në një ligj është pikërisht kjo. Problemet që na sillen që kemi ne në praktikë. Dhe në mungesë një analize të tillë, unë shoh fillimin e problemit sa i përket konceptimit të një procesi, të ndërtimit të një licitacioni aq të rëndësishëm të kodit penal. Në bazë kushtetutës kemi kodin penal, kemi dhe kodin civil. Këto janë bazat mbi të cilat do operojë shoqëria dhe që prekin jetën e çdo individi në Republikën e Shqipërisë, po jo vetëm të shtetit shqiptar, po edhe të atyre të cilët banojnë këtu apo në një farë mënyrë tjetër lidhen me zbatimin e licitacionit penal. Pra është një ligj mjaft i rëndësishëm. Dhe kjo mënyrë, pra kjo pikënisje përcakton edhe metodologjinë mbi të cilën do të ngrihet puna për draftimin e kodit. Pra, nëse ne do të kemi prezent sot cilat janë problemet që ka kodi, cila është strategjia, cila është komisioni ligjeve në këto vite që ne kemi pak kur unë kam raportuar, cilat janë problemet që ne kemi raportuar mbi zbatimin e kodit penal, dhe që do duhet që të reflektohen në një proces të ndryshimeve ligjore. Deri në vitin 2024, herën e fundit që kam raportuar, nuk kemi raportuar në asnjë moment për probleme serioze në zbatimin e kodit penal. Përkundrazi, ndryshimet që janë bërë her pas here në kodin penal janë përshtatur nevojave. E treta është filozofia mbi cilën do ndërtohet një kod. Ku do ikim? Pra, çfarë postulojmë ne të arrijmë? Cilat janë objektivat? Vetëm për afrimi me licitacionet me ato çfarë janë kërkesat e integrimit, ky është një kriter i cili natyrshëm nuk mund të preki gjithë kodin penal. Pse? Ne me këtë kod penal bashkëpunojmë me të gjithë partnerët tanë. Kur në asnjë moment ne nuk kemi pasur një problem të dispozitave tona ligjore në bashkëpunimin ndërkombëtar. Do të thotë që dispozitat tona janë në frymën e kohës. Çështja tjetër është para se të nisë puna, ka një vizion ku do shkojmë me këtë kodin, pra cili është vizioni i parlamentit, cili është vizioni i qeverisë, cila është detyra që i lihet draftuesve të kodit, mbi shinat mbi të cilat do ndërtohet ky kod. Çfarë do bëjmë me politikat për droga, çfarë do bëjmë me dhunën në familje, çfarë do bëjmë me eutanazin, si do të shikohet çështja e dënimeve alternative, do jetë një kod më represiv, do jetë një kod më pak represiv. Tani nëse ju më ngarkoni mua të bëj një kod si jurist, ky kodi do jetë vizioni që ka Orsian Çela për botën. Sepse ky do jetë, unë do punoj mi terren timin, pa asnjë lloj shinën mbi cilën unë ndërtoj punën. Dhe kjo krijon këtu nis problemi. Jemi njohur me një draft në vitin 2023. Draft përgatitur tashmë nga një grup pune i caktuar nga Ministri i Drejtësisë kohës, dhe na është kërkuar të çojmë një përfaqësues tonin për diskutuar mbi këtë draft. Janë fakte që janë bërë tashmë publike. Kemi dërguar një përfaqësues tonin, janë bërë 2-3 mbledhje, 4 mbledhje mbi një draft të realizuar tashmë.
Ka mbajtur qëndrime edhe veta dhe në majin e vitit 2025 na është çuar ky draft pra pas 4-5 muajsh për opinion zyrtarisht. Nuk kemi pranuar të japim një opinion mbi draftin për shkak se ishte pamundur të realizohet një proces i tillë në këtë mënyrë. Dhe kjo lidhet me atë që ju pyesni se sa mundet ne të bëjmë në procesin e konsultimit sa i përket draftit që është në dispozicion. Tani, nëse do të jepja një vlerësim timin personal apo një vlerësim në pikpamje institucionale mbi atë që ka qenë drafti dhe që na është paraqitur, unë kam një opinion timin i cili ndikohet pa diskutim nga fakti që në mungesë një metodologjie, në mungesë përcaktimit të nevojave, patjetër që unë nuk arrit do të shoh aty një reflektim të nevojave të shoqërisë. Cilat kanë qenë nevojat e shoqërisë që do duhet të prezantonte ky draft kodi penal? Unë besoj që asnjë sot nuk është në gjendje të përcaktoj përveç se faktit, dy janë argumentat, që kodi i 95-s, që s'është argument, sepse kodet të vjetra e ka plot dhe që funksionojnë më së miri, dhe dyta integrimi evropian. Unë nuk di argument tjetër. Integrimi evropian, ne vazhdimisht i kemi azhurnuar kodet sipas nevojave që ka pas procesi integrimit dhe do t'i azhurnojmë sërish. Në pikpamjen time deri në këtë moment ka pasur nevojë për një ristemim të dispozitave të kodit dhe patjetër edhe një përmirësim atje ku është e mundur. Të ndryshosh bazat e aplikimit të kodit penal është një proces as pak i lehtë. Dhe kjo e bën dhënien e opinionit shumë delikat. Pse? Kodit i bëjnë profesorët mbasi dëgjojnë nevojat e praktikantëve, po që shikojnë edhe ato çfarë janë tendencat e shoqërisë, çfarë janë pritshmëritë e shoqërisë, cilat janë praktikat më të mira botërore. Dhe kjo punë kërkon kohë, kërkon jashtëzakonisht kujdes mbi gjithë procesin. Nëse ne mendojmë që duke bërë konsultime publike, pra duke mbledhur prokurorët dhe gjyqtarët nga 2 orë në secilin rreth, do arrim të kemi një produkt që vjen si rrjedhojë konsultimit gjerë publik, dhe më vjen keq, por ky është një proces që thjesht justifikon në vetvete që ka pasur një konsultim publik. Sot nuk ka asnjë prokuror në gjendje që të bëjë një analizë të 900 e ca dispozitave që ka kodi, nuk ka kohën më, praktikisht nuk e ka kohën. Nëse ai ka 400, 500, 600, 700 dosje, ku e gjeti ky prokuror kohën të japi një mendim të profesional në ato 2 orë apo 3 orë apo 4 orë me një grup njerëzish sa i përket kodit. Pra, procesin vetvete është formal, nuk mund të jetë kurrë një proces thelbësor. Dhe patjetër që kjo gjë do sjellë në mungesën e një kritike serioze mbi draftin. Së dyti, kalojmë nga një kod që ka diku rreth 400 nene, kemi kaluar një draft me 900 e ca nene. Tani bëj një pyetje. Po mirë, ne këto 500 nenat që kemi, ne pas kemi jetuar një palishmëri të madhe në shoqërinë shqiptare, ku shumë veprime të cilat kanë qenë të padënuara do i dënojmë këtë tutje. Pra, duhet që ka një problem në konceptimin e kodit draftit. Dhe së treti, teknika e përdorur, pra teknika e dispozitave, nuk është në lartësinë e dur. Ky është vlerësimi im si jurist, ky është vlerësimi im si prokuror i përgjithshëm dhe ky është vlerësimi i shumë kolegëve, të cilët ndajmë këtë opinion. Tani, më bën të bëj një pyetje, si ndryshohet? Do bëjmë një kod të ri, nëse unë jam kundër teknikës së përdorur për gjithë kodin penal, draftin e kodit penal, do ndryshojmë gjithë kodin? Pra, ky është qëndrimi si prokuror i përgjithshëm. Pra, futemi në impas. Pse? Sepse ka munguar përcaktimi i drejt i metodologjisë se si do të bëj puna, si do ishte puna për ngritjen le themi përgatitjen e draftit. Të gjitha këto na çojnë në pamundësinë sot. Unë kam të pamundur të bëj një vështrim kritik mbi draftin me funksion përmirësimi, sepse unë do të duhet të ngrej një grup pune, i cili do të bëjë një draft të ri mbi draftin aktual. Ne nuk i kemi as kapacitetet, nuk kemi as kohën për ta bërë gjë. Dhe ju zotrinj të nderuar do të jeni përballë një drafti kur t'ju vi për miratim, për cilin do flisni nen për nen, po askush nga ju nuk do të ketë mundësi ta shohë këtë në mënyrë sistematike. Ta shkojmë në mënyrë transversale nga neni i parë deri në neni në fund, se si këto norma harmonizohen me njëra tjetrën. Ku çon ky kod i ri penal? Cila shoqëria që ne kemi vizionin këtu 20, 30 apo 50 vjet më pas?
të gjitha këto çështje prapë shojnë tek ajo që thash, nisën te piknisja. Pse ne duhet të nisim punën për një draft, pa përcaktuar më parë cilat ishin nevojat. Dhe besoj me kaq e mbyll përgjigjen për sa i përket kodit penal.